gëzimit. Për ju, Oda e gëzimit, këndon Kori. Drejtorin e shkollës, për të shpalosur synimet dhe arritet e këtij viti mësimor. Fjala për ju, zot Kameleri. Mr. Director of Education, Arben Belba, Directors of Schools, teachers, parents, students and friends, welcome to our feast. Zoti drejtori arsimit, drejtor shkollash, mësues, prindër, nxënës dhe miq, mirë se erdhët në festën tonë. I also greet the ex-students and teachers who are seeing us online, live. Përshëndes gjithashtu ish nxënësit dhe mësuesit që po shohin transmetimin ton live. Now don't clap every line, all right? Prize Day in our school has been celebrated since the first year, that is since 1994. It has become synonymous with Breka College. Prize Day është festuar në shkollën tonë që prej vitit të parë të hapjes, në 1994 dhe ka vazhduar deri sot. Why the Prize Day? We human beings have a need to celebrate. Celebrations serve to recreate our spirit and encourage us to work better. A day like this stimulates us to understand that there is only one way to go forward and improve ourselves. Pse Prize Day? Ne njerëzit kemi nevojë të festojmë. Festimet shërbejnë për të rikujtuar shpirtin tonë dhe të na inkurajojnë për të punuar më mirë. Një ditë si kjo na stimulon për të kuptuar që ka vetëm një mënyrë për të ecur përpara dhe për të përmirësuar veten tonë. This way is by learning, and learning is hard work. It needs great effort and sacrifice. It needs dedication. Kjo arrihet nëpërmjet të mësuarit, dhe e mësuara është një punë e vështirë. Ajo kërkon një përpjekje të madhe dhe sakrificë. Kërkon përkushtim. A student who wants to learn has to choose between seeking to enjoy himself and disciplining himself to sit down for long hours and study. Një nxënës që kërkon të mësojë duhet të zgjedhë midis kënaqësive dhe disiplinës për të ulur dhe mësuar me orë të gjata. But learning is also a satisfaction. When one manages to achieve his objective, this day so makes us understand that our efforts and hard work are not in vain, but are always awarded not just on the prize day, but in life. So, dear students, remember that life itself will reward you or punish you. Por e mësuara është gjithashtu një kënaqësi
luck to be gifted with a big number of motivated students who study seriously. Many of those who will not be called on the stage today merit also to be awarded. Ne ndihemi me fat që kemi një numër të madh nxënësish të motivuar dhe që studiojnë seriozisht. Ata të cilët nuk do të thirren sot në këtë skenë meritojnë të shpërblehen. Unfortunately, we cannot award everyone, so no one should be sad, but should keep in mind that what is important is to make the best of himself. Fatkeqësisht, ne nuk mund të shpërblejmë të gjithë. Pra askush nuk duhet të ndihet i mërzitur, por duhet të di që e rëndësishme është të japi më të mirë nga vetja jonë. A good number of our students are entertaining us today with their talents. We are very grateful to these, although we seem to be appreciating academic achievements. Those taking part in the show are exercising a great human value because they are giving a service to others. Një numër i madh nxënësish do të na kënaqin sot me talentet e tyre. Jemi shumë i njohur nga tyre, megjithëse ne vlerësojmë më tepër arritjet akademike. Duke marrë pjesë në këtë shfaqje, ata po shpalosin një vlerësi të lartë humane, sepse po ju japin një shërbim të tjerëve. Developing all our talents is important in order to grow in a holistic way. That is why this year we took part in the Rin Show. Zhvillimi i këtyre talenteve është i rëndësishëm për të zgjeruar dijet. Për këtë arsye, këtë vit ne morëm pjesë në Rin Show. Taking part is always a positive thing, even if one does not win. However, here I wish to congratulate especially Semi Brahmi, who in the Rin Show took the award of Best Actor. Të marrësh pjesë është gjithmonë një gjë pozitive, dhe nëse dikush nuk fiton, megjithatë do të doja të përgëzoja veçanërisht Semi Bramit, i cili u vlerësua në Rin Show si aktori më i mirë. Every year gives us some exciting surprises. This year it has been announced that in the Matura Shtetërore of last year, our school placed first in the Republic. Çdo vit na jep surpriza emocionuese. Këtë vit u shpall se në maturën shtetërore të vitit të kaluar, shkolla jonë u rendit e para në Republikë. Corina, congratulations to the maturant of last year. Congratulations to the teachers who work with dedication and love. Good luck to the maturantet of this year. Urime të gjithë maturantëve të vitit të kaluar dhe mësuesve të cilët punojnë me dedikim dhe dashuri. Suksese dhe maturantëve të këtij viti. Unfortunately, we also had a very sad and heartbreaking news because two of our old students passed away in a traffic accident. We want to tell them that we will always remember them with love, especially in our prayers. Fatkeqësisht kishim gjithashtu dhe një lajm shumë të trishtuar, sepse dy nxënësit tanë humbën jetën në një aksident rrugor. Duam të themi se do t'i kujtojmë gjithmonë me dashuri, veçanërisht në lutjet tona. Last of all, I would like to repeat our thanks to the Bashkia who still give us their support financially and otherwise. Së fundmi do të doja të përsëritja falenderimin ton për Bashkinë, e cila vazhdon të na mbështet financiarisht dhe gjithashtu to the Drejtoria Arsimore, për drejtorinë arsimore, who help us a lot during the year. Se cila na ka ndihmuar shumë gjatë këtyre viteve. To all of you, dear parents and friends, për të gjithë ju prindër të dashur dhe miq, and to all you students who are so mature in your behavior. Dhe për të gjithë nxënësit që janë të pjekur në sjelljet e tyre. Let's continue to work together for the good of our city and of each one of us. Le të vazhdojmë të punojmë së bashku për të mirën e qytetit tonë dhe për të mirën e secilit prej nesh. Thank you. Ju faleminderit.
good beginning. I hope that till the end we will have good behavior so that we will enjoy the show, right? Shpresoj që ta kaloni shumë mirë. Sot e për herë, në krye të punës dhe sukseseve tona, janë ata, mësuesit tanë të dashur. Si kopshtarët e mëdhenj, ata u tregojnë filizave të njom rrugën se si duhet të rriten. Të shtrenjtit mësuesit tanë. Për ne, nxënësit tuaj, nuk ka mësues të mirë dhe të këqenj. Për ne, ju jeni të gjithë të mirë, human, të madhërishëm. Secili prej jush shfaq përpara nesh një model individual mësimdhënie dhe edukimi. Prandaj për ne ju jeni të përpikt dhe të këndshëm, të bindur dhe të disiplinuar, të kujdesshëm dhe të dhemshur, të drejtë dhe plot zell në punë. Ju faleminderit dhe ju jemi mirënjohës për jetë, për punën e madhe, por të pashpërblyer si duhet që bëni për ne. Ndaj për ju, ne sot drejtojmë një lutje. Zot, bekoj mësuesit tanë. I jepu atyre durim, forcë dhe energji në punën e tyre fisnike. Zoti ju bekoft dhe ju mbroft ju mësues që luftoni gjurmët e ignorancës. I jepu tolerancë dhe forcoju dashurinë dhe dijen për nxënësit. I dashur Zot, shpërblej dhe vlerësoj më shumë mësuesit tanë, sepse ata derdhinar në mendjet e fëmijëve. Zot, bekoje drejtorin ton, i jepi shëndet, durim dhe dëshirën për të qëndruar edhe shumë vjetë këtu mes nesh si simbol i dashurisë dhe tolerancës njerëzore. Zoti ju mbajt në pëllëm të dorës. Asnjë nuk është më i vlefshëm se mësuesi për të cilësuar brejtit e vetes, shërbëtori njerëzimit. Ju përshëndesim me mirënjohje me këngën Mësuesi i parë. Këndojnë Sofiela Bendo, Joana Buçi dhe Kompleksi.
Shpresoj që t'jeni duke kaluar sa më bukur. Në vazhdim, do të ndiqni një valle popullore përgatitur nga grupi artistik.
Tani do të ftojmë në skenë nxënësit fitues të viteve të para, të cilët marrin pjesë në atmosferën e Prize Day për herë të parë. I ftojmë ata në skenë së bashku me mësuesit kujdestar për të marrë çmimet. Since we have with us the Director of Education, and maybe he will not be able to stay until the end, do ftoj Zoti Arben Belba që të ndaj këto çmime.
jashtëzakonshme. Ashtu si tha dhe drejtori pak më përpara, kënaqësia tonë është shumë e madhe. Është shumë e madhe sepse ne krenohemi me punën, investimin e jashtëzakonshëm të këtyre fëmijëve të mrekullueshëm, të prindërve që i kanë mbështetur vazhdimisht në rezultatet e tyre, por tek e fundit ai shërben një model për të gjithë nxënësit dhe moshatarët e tjerë në shkollat e tjera të rrethit të Korçës. Dhe unë ndjej kënaqësinë t'ju them që jemi në rajonet e para për nga cilësia në të gjithë vendin. Dhe përveç rezultateve të mrekullueshme të nxënësve të shkollës tuaj, edhe maturantët vitin e kaluar të gjimnazeve me traditë, si Raqi Qirinxhi dhe Mistokli Gërmenji, kanë arritur rezultate shumë të mira. Së fundi do të desha që një premtim të ershëm që kam bërë për nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle, Zoti Çali do ta realizojmë javën që vjen, ku në kuadër të përcjelljes të teknologjive më të avancuara në gjitha shkollat tona, paçka se Kolegji Preka është një shkollë publike, do të sjellim pajisje dhe në të. Unë së fundi do t'ju uroj suksese të mëtejshme dhe të dalin dhe nxënësit, maturantë si vjetë, por edhe ata më të vegjël, në të njëjtat rezultate si maturantët e vitit të kaluar. Ju uroj suksese kudo në jetë dhe në studimet e mëtejshme. Faleminderit. Përshëndesim nxënësit fitues të viteve të para me 2 këngë, Ktheu për vete, për mua, këndon Angela Topi dhe Pardonu mua, kënduar nga nxënësja Joana Hoxhaj. Sonte, për të qenë brenda tematikës së programit, do të dëgjojmë këngë dhe në disa gjuhë të huaja.
Papamihaj. Gjuhë dhe letërsi shqipe, anglisht, italisht, matematik, fizik, biologji, kimi, qytetari, informacion teknologji, sociologji. Klajdi Shaolli, matematik. Petrika Micinoti, qytetari. Sotiraq Mosku, italisht. Sidorela Zizolli, informacion teknologji, histori, gjeografi, sociologji. Steven Cuke, gjuhë dhe letërsi shqipe, anglisht, matematik, fizik, biologji, kimi, informacion teknologji, histori, gjeografi, sociologji. Suksese të gjithëve. Mirëmbrëma, nxënësit e klasës së 12 të 11B. Arenta Shkëlqimi, anglisht, fizik dhe sociologji. Dania Çekrezi, italisht, matematik, fizik, biologji, kimi, IT, histori dhe gjeografi. Elena Konopulli, letërsi. Maria Gabeta, letërsi. Megi Madhi, anglisht dhe sociologji. Megi Rëmbeci, letërsi, italisht, sociologji, IT, histori dhe gjeografi. Petrika Gjata, anglisht, matematik, fizik, kimi, gjeografi dhe sociologji. Sara Gjengo, italisht, matematik, biologji, sociologji. Sonja Shkembi, italisht dhe IT. Dhe Teodora, sociologji. Mirëmbrëma të gjithëve. Nxënësit fitues të klasës së 11C. Antea Braolli, Albanian, Italian, IT, Geography, Sociology. Dhorko Nechovski, English, Biology, Chemistry, History. Eva Andon, IT. Gledis Murolari, Mathematics, Physics, Chemistry. Ina Lama, Civics. Cristiana Nasto, English, Mathematics, Biology, History, Geography, Sociology. Cindy Babi, English. Stojnela Nechovski, Albanian, Italian, Mathematics, Physics, Chemistry, History and Geography. Përshëndesim nxënësit fitues të viteve të dyta me këngët La Bamba, kënduar nga Kompleksi, dhe Padam Padam, kënduar nga Joana Buqi.
Faleminderit. Ky zaf ka ngjyrë jeshile, ngjyrën e gjallë të jetës. Për këtë letër më ka ngacmuar kolegu ynë Michel Pili, prandaj e falenderoj nga zemra. Do t'ju lutem që kjo letër nuk bën analogji konkrete, ka karakter të përgjithshëm. I dashur biri, në qoftë se një ditë do të më shohësh të plakur, e nëse ndotem kur haje nuk arri të vishem, ki duri. Kujto kohën që kam harxuar për ta mësuar ty këtë veprim. Nëse kur të flas apo të këshilloj ty, përsëris gjithmonë të njëjtat gjëra, mos më ndërprit me arrogancë. Por dëgjoj. Kur ishe i vogël, duhet të tregoja çdo ndrëmje të njëjtën prall derisa të zinte gjumi. Ndonjëherë, kur nuk dua të lahem, mos më fajso. Dhe mos më bëj të mbushem me turp. Vetëm kujto. Kur duhet të vrapoja pas teje sepse nuk doje të bëje banjë. Kur sheh ignorancën time për teknologjinë e re, më jep kohën e dur dhe mos më shih me buzëqeshje ironike. Kam patur gjithë durimin e pa treguar për të mësuar ABC-n ty. Kur donjëherë harroj dhe humbas fillin e bisedës, të lutem më jep kohë për të kujtuar dhe mos u nervozo. Gjëja që unë dua nuk është ajo që them, por nevoja që të kem pranë për të folur e për të dëgjuar. Nëse kohët e fundit më dëgjon të psherëtish shpesh, kjo ndodh se edhe ti ke kohë që hesht. Mos e zgjot rishtimin që fle. Se eshtja jote më degëmris mendimet në skutat plot mister. Por mëso se dialogu është më i mirë se monologu në nëzë. Kur këmbët e mia të lodhura nuk më lejojnë të ecë me hapin tënd, mos më trajto si një barë, por eja drejt meje me duart e tua të forta në të njëjtën mënyrë si unë kam bërë me ty kur i dhja hapat e parë. Në qoftë se ecjen tënde e pengojnë kurthet e jetës, si droga, alkooli, duani e tjerë, largoju atyre dhe mos ki turp të kërkosh ndihmën tek unë. Pendohu, se pendimi është pranvera e vetive të mira. Mos harro kur, birim, njerëzit mirëbërës ndaj teje, se mirënjohja ta mban shpirtin të pastër e të bën njeri. Nëse më ke dëgjuar të përdor shpesh shprehjen më fal, mos u druaj. Përdore dhe kërkon ndjes të sinqertë edhe ti. Më i miri është ai që kërkon falje i pari. Nëse më sheh me hirin e bardhë mbi flok, vështrimin e lodhur në sy e faqen e rrudhosur, mos të vi turp e ndroj nga unë. Në çdo thinje, në çdo rrudh, je edhe ti. Është e pamëshirshmja kohë që me kosën e saj korrët ditët tona. Mos ki turp nga pleqeria, po përpiqu ta arrish edhe ti atë. Kur të më dëgjosh ndonjëherë të them se do doja të kisha vdekur apo mund zi jeta, mos u nxe dhe mos më përbus, një ditë do e kuptosh që më shtyn të shprehem ashtu. Mundohu birim të kuptosh që në moshën time nuk jetohet, por mbi jetohet. Një ditë
do të zbulosh se pavarësisht gabimeve të mia, kam dashur gjithmonë më të mirën për ty dhe kam kërkuar të ta hap rrugën. Më jep pak nga koha jote, më jep pak nga durimi yt. Më jep një sup ku të mbështet kokën në të njëjtën mënyrë siç kam bërë unë për ty. Më ndihmo të ecë, ndihmom të mbaroj ditët e mia me dashuri e durim, dhe si këmbim të të jap një buzëqeshje të madhe, një shpërndimtore dhe dashuri me pafund që kam patur gjithmonë për ty. Të dua, biri. Faleminderit shumë. Dhe tani, për të ndryshuar sadopak atmosferën, le të ndjekim një kërcim me efekte optike përgatitur nga Enzi Kote.
Mirëmbrëma të gjithëve. Ftoj nxënësi fitues të klasës së 12A. Dea Korçari, fituese në letërsi, anglisht, italisht, fizik, biologji, ekonomi. Edwina Slari, fituese në anglisht, teknologji, matematik, informatik, histori, gjeografi, ekonomi. Elena Anxhara, fituese në matematik, fizik, biologji. Elena Naumi, fituese në teknologji, informatik, histori, ekonomi. Ina Malsia, fituese në letërsi, teknologji, matematik, gjeografi, ekonomi. Sabon Pupa, fitues në anglisht, italisht, matematik, fizik, informatik. I uroj të gjithë maturantëve suksese në provime. Mirëmbrëma. Nxënësit fitues të 12-s B janë Bernaldo Shushi, teknologji, matematik, fizik, gjeografi, ekonomi. Dea Baza, matematik. Dea Idërli, letërsi shqipe, anglisht, italisht, ekonomi. Eleftheria Zega, kompjuter. Eni Minerali, teknologji, fizik, biologji, kompjuter, histori. Ida Pili, italisht. Rubina Buzali, letërsi shqipe, teknologji. Sonja Sanso, letërsi shqipe, anglisht, italisht, biologji, histori, gjeografi. Dhe Jessica Ayas, letërsi shqipe. Suksese në maturën shtetërore për të gjithë maturantët. Mirëmbrëma të gjithëve. Nxënësit fitues të 12-s C janë Andoneta Mile, teknologji, matematik, fizik, biologji, histori dhe ekonomi. Ariana Duci, gjuhë shqipe dhe gjeografi. Avriola Trëndafili, fizik dhe gjeografi. Endri Duro, italisht. Juliana Kocibelli, informatik, histori dhe ekonomi. Leftiana Nasto, anglisht. Petrika Mele, italisht, matematik, fizik, histori dhe gjeografi. Regina Oranli, gjuhë shqipe. Rojula Pasho, gjuhë angleze. Severina Veriga, gjeografi dhe ekonomi. Vilma Çapollari, teknologji. Dhe Zheni Beta, italisht, matematik, fizik, biologji dhe teknologji. Suksese të gjithë nxënësve në provime dhe maturantëve në provimet e maturës shtetërore. Çmime të veçanta kemi dhe për disa maturantë të cilët kanë marrë pjesë në Olimpiadën e Tiranës: Bernaldo Shushi, Gabriela Mucollari, Gabriela Eni Minerali, Alexander Gjemo. Gjithashtu një çmim tjetër është për Endri Duro dhe Dea Korçari, të cilët kanë marrë pikët maksimale në provimin e çelit.
Interesojmë për pjesëmarrje në aktivitete gjatë gjithë 3 viteve shkollor, Enxhi Kote, Johanna Buçi, Mikaela Tori dhe Sofiela Bendo. Suksese në provime. Dhe tani, si një nxënëse maturante, dëshiroj të drejtoj një mesazh ose më saktë një përshëndetje miqve të mi maturant dhe në veçanti klasës time. Historia e jetës kalon me një përpëlitje të syve. Dikur, disa kalamaj, ndërsa sot, 18 vjeçar në startin e rrugëtimit të jetës. Ditën e fundit të shkollës, në mëngjes, plot fytyra të stamposura me buzëqeshje. Ishte një buzëqeshje ëmbël, por në të njëjtën kohë dhe melankolike, sepse na kujtoi 3 vite shkollë që tashmë për ne s'kishin më kthim. Fjalët i dinim të gjitha. I shënuam në bloqet e kujtimeve dhe në bluzat tona të bardha, simboli klasës son të 12-ës B. Shikonim njëri tjetrin, por në të vërtet, shikimet tona ishin shumë larg prej atyre fytyrave. Shikimet tona ishin në çdo ditëlindje, ekskursion, orë matematike, fizike, fiskulture, kimie, në çdo parti, rrugë pas shkolle, në zënka, biseda, të qara e të qeshura, ulërima, çfarë mund të them më tepër? Ne jemi 18 vashëzat e profesore Monikës, jemi të shastisurit e profesore Asullës. Edhe si mund të harrojmë ne sa ka qeshur profesore Sofika, kur sa ja më në fund e kuptoi ç'ishte bashkësia boshe. Klasa jon është mjaft e larmishme, ka tipa nga më të ndryshmit. Ne kemi Kelin dhe Sajën, që janë çapkënët e Pogradetit me karakterin më unik në shkollë. Kemi Kaçun, Bakën, Shushin të zgjuarin e klasës. Kemi, ku mund të them, unë ju i shikoni të gjithë, shiko sa të bukur janë që të gjithë. Ne të gjithë atë ditë ishim të përhumbur në ato shikime të përhumbura në 3 vjet, të cilët pa dashur reflektonin atë që tashmë nuk e kontrollonim dot, keqardhjen për fundin. Koha na kaloi si pa u ndjer, tamam si një dorë që lëkundej nga dritarja e një treni, me të cilin donim të gjithë të vazhdonim xhiron. Por kuptuam se radha jon e kaloi stacionin e kolegjit Preka, edhe tashmë me të u nis një brez tjetër. Atë ditë të fundit të shkollës, në mendjen dhe në zemrat e të gjithëve, ishte kthyer një muze i vërtet. Të gjithë ishim gati të shkëmbenim të gjitha të nesërmet tona me një të djeshme të vetme. Aq e vlefshme ishte kjo shkollë për ne. Dhe Mr. Charlie dëshiroi të dërgoj një falënderim special. Ju shpesh na keni thënë që mua më presin fëmijët në shtëpi. Dhe ne kemi qeshur me këtë, po dua t'ju them që ju, midis shumë e shumë të tjerësh, jam e bindur, keni dhe 24 fëmijë këtu, sepse ne ju jemi shumë i njohës. Ju keni qenë si një baba i vërtet edukues për ne të gjithë. Shumë faleminderit. Por nuk dua ta mbaroj këtë fjalim me keqardhje. Ne atë ditë ishim shumë të gëzuar. Ne ngritëm dolli për të gjitha kohrat që kemi kaluar bashkë. Ngritëm dolli për të gjitha herët që jemi ndjerë të gjallë, për shpirtin ton adoleshent. Ngritëm dolli për gjimnazin. Ngritëm dolli për maturën. E nesërmja do të vi shumë shpejt, veç se në të ne do të jemi aktorët dhe faktorët kryesor të historisë son. Ju faleminderit. Unë quhem Petrika Mele, jam nxënës në vitin e 3 të kolegjit Preka dhe njëkohësisht presidenti i senatit të shkollës. Një shtyse
brendshme por e natyrshme mirënjohje më bëri të dalë këtu para jush për t'ju thënë disa fjalë të ngrohta e të sinqerta. Së pari, falenderoj të gjithë nxënësit e nxënëset e këtij kolegji që më besuan dhe më zgjodhën president të Senatit. Detyrë që u përpoqa ta kryej me përullësi. U jam të gjithë mirënjohës dhe ju uroj nga zemra suksese presidentit të ardhshëm. Së dyti, falenderit zoti Karmel Kamileri. Jam i lumtur që ishi drejtori im, sepse ju krijuat tek unë modelin që më frymëzoi të ëndërroj, të punoj dhe të arri. Ky kolegj u krijua pikërisht nga njerëz që njohin fuqinë e arsimimit, që njohin fushën e privilegjuar të krijimit të kapitenëve të kulturës dhe sipërmarrjes profesioniste në shkencë, në ekonomi e më gjerë. Mirënjohje e thellë për ju zoti drejtor. Së treti, faleminderit mësues të dashur që më dha një qëllim të madh për të ndjekur, sepse më mësua se si ta bëjmë këtë vend më të mirë dhe më të ditur. Duke vështruar maturantët e 2013-s, çdo kush sheh se shkolla ka vazhduar të ushqej, sfidoj dhe arsimoj maturantët më të mirë në rajon. Preka është një institucion madhështor në përmbajtje dhe kjo faljush. Mirënjohje e thellë për ju mësues të dashur. Faleminderit miq, shok e shoqe të klasës. Për 3 vjet ne ecëm bashkë dhe ja ku arritëm drejt këtij fundi. Apa tona të mëtejshëm, unë shpresoj të jenë ndriçues. Kemi fatin të ndjekim pasionet tona dhe të krijojmë jetë të suksesshme pavarësisht destinacioneve të ndryshme. Udhëtimi ynë drejt majave fillon pikërisht tani. Ishte shumë e bukur që isha mes jush. Së bashku ne jemi pjesë e historisë së kolegjit Preka. Dhe së fundmi një falenderim shkon dhe për prindrit e mi, ju më dha dritën e syve dhe unë dhe u bëj të ndjeni krenar, gjithmonë. Falenderit. Përshëndesin fituesit e çmimeve me këngën Nei na na na, kënduar nga Sofia Bendo dhe Kompleksi, dhe më pas një kolazh me këngë greke, kënduar nga Enci Kote.
Anesti Treska për drejtimin dhe organizimin e kësaj shfaqje.